Hejo, përshëndetje, unë jam Viserlo dhe këtu mbrapa keni pikërisht emrin e NT Day Hospital by Julian Dervishaj. Se jam unë këtu, sugjerimet shumëta për këtë hundën time pak të devijuar në septum nga kolegë, nga artist, nga njerëz që unë rri dhe patjetër duhet ta bëja një vizitë me doktor Julianin, i cili pasi pa hundën time që qartazi duket që është e devijuar, por pak rëndësi ka kjo, me metodat më të fundit që përdorin këtu në NT Day Hospital, pam që unë realisht kisha një problem në frymarrje dhe në devijimin e septumit. Patjetër, sot është një ditë e rëndësishme për mua, pasi është dita e operacionit dhe rregullimit të kësaj hunde si nga ana e frymarrjes ashtu edhe nga ana estetike, por dua t'ju tregoj para operacionit pak nga klinika dhe ç'bëhet tjetër këtu. Tani unë e pash këtë hundën tëne, pash dhe para ca ditësh që bëm konsultën, është kërku nga vogël këtu, i qik holdin të vogël këtu, edhe pak futje me brënda ngrejtje më lartë. Kupton? Mendoj që do arrim një rezultat që ty do të pëlqejë. Ajo që kemi bërë dhe në skicë. Atë skicën e kenë celularti, do ta vësh wallpaper të celularit dhe ta shohim te salla që të shkojë afër asaj. Se nuk është se e bëjmë me kompjuter, e bëjmë me duar. Dhe të mundohemi ta bëjmë sa më bukur që të pëlqejë. Përshëndetje, sot kemi Viserlon nga Big Brother, i cili më besoi mua, hundën e tij, që t'ja bëj sa më funksionale, po njëkohësisht duke bërë dhe anën estetike, duke zbukuruar pak më shumë nga hunda e vet. Në ekzamenimet që bëm poshtë, pam që kishte një deviacion të septumit, të cilin ne do t'ja korrigjojmë, dhe njëkohësisht ka një pjesë të kurizit pak të ngritur dhe do një hundë më të bukur se kjo që ka. Dhe këtë do mundohemi t'ja plotësojmë sot me ndërhyrje me metodën e mbyllur, pra riroplastika me metodën e mbyllur. So cute! God! I love it. I love it. What a gay! Okay. Kjo është hunda ime para operacionit. Viserlo 7 ditë pas operacionit. Hejo, përshëndetje nga unë dhe nga hunda ime e re. Sot dita 7 pas operacionit, kam hequr kapse, siç mund ta vini re. Jam shumë i bahditur, realisht nuk e prisja këtë hund kaq perfekte në fytyrën time që shkon në proporcion me të, është kaq ideale, e gjitha merite e doktor Julit nga NT Day Hospital Clinic. Unë kam disa këshilla për të gjithë njerëzit që duan të bëjnë hundën. E para është një përgjigje për gjitha pyetjet që kam marrë gjatë gjithë këtyre ditëve të rrjetet e mia sociale. Dhimbje nuk ka, mund të jeni të aftë të kryeni gjërat e tuaja ditore, rutinën tuaj që nga dita 1, normalisht ka sikletet e veta sepse është një ndërhyrje kirurgjikale. Shërohet për shumë pak ditë, siç mund ta shikoni, unë kam një hundë të re dhe jam në gjendje të bëj edhe këtë video këtu për ju pas ditës së 7. Atëherë di që kjo do t'i gëlloj klishe, por unë e kam shumë seriozisht për një hundë perfekte, për foto perfekte, video perfekte dhe për të dalë në mënyrë perfekte përballë çdo kujt me ngajësinë më të madhe, unë i sugjeroj vetëm NT Day Hospital dhe doktor Julianin.